Po pse merrni, domethënë të gjithë, e di çka nuk pëlqen me gjithë ju ekspertët, që merren gjithmonë me pasojën, nuk merren me ndrejqjen e problemit. Ku ta di, te parandalimi, çfarë masash janë marrë për parandalimin? Këto 30 metra unë është hera parë që e dëgjova nga një ekspert. Ta them sinqerisht. Ka që emisione që kemi bërë ne këtu, po a e di njerëzit të gjë? Shiko, 46% që po ashparsohen për këtë punë janë. Po, kolegët e regjistë, lutem se ka ardhur Rolandi, ta fusin në studio. Do marrim pak avokat Rolandin, sa ai do të ketë bërë natyrisht do e pyesim pak, do e shtrydhim pak në studio tani. Hajde avokat. Të vëri atë. Për rastet, hajde rrinë këtu pak se siç rrinë në gjykat. E vuri mikrofonin. Ja, do ta vendosim mikrofonin me njëherë regjia. Po. Do të vinë me njerë, avokat... Ja, kjo ishte ndërprerja. Ja, kjo ishte ndërprerja. E kuptua tani se, ne e kishim përgatitur më përpara këtë shikoka Rolandi të blokoj studion. E ka hequr telefonin e se ne të gjithë pa telefonin. Ne këtë e bëm kastile, si ta... Se ka dhe ditën e jogës ai Klodi. Klodi, na falë se së të thirëm do të se për aksidente që do të thrisim në ty, po me që ke ditën e jogës, gëzuar ditën e jogës, ja doli, këtë e bëm kastile. Do futëm ty u prishë emisioni. Po ja, pra kjo ishte. Mos mbaj celular në dorë. Njerë do të mikrofonohesh këtë qunat. Pranoje tani që kishe celulari në dorë tani që erdhe. Unë të merja ti s'përgjigjeshe. Ja, se nuk t'i gjosh do vesh me njerë mikrofonë. Mirë, këto masa parandaluse, kur do meret një fushat e mirë fill? Agresive. Po, agresive, po, tamam. Që njerëzit kuptojnë që, ore, po e kape njerë telefonin t'ka ikur 10 herë patenta. Nuk duhet shkoj mëndja fare ta kapësh telefonin kur jenë makinë. Fare më fare. Unë duhet të përfitoj nga rasti për të shprehur një konsiderat për policinë e shtetit, ku her pas here, nërmjet kontakteve dhe takime në përshkolla, ka dhënë mësime treguese, ka dhënë kontakte me ta për të ndihmuar fushatën sensibilizuese. Kanë qenë fletuar e fillojmë nga aja, gjitha e tjerë. Pra nuk është se kjo gjë ka munguar. Problemi është tek edukimi dhe tek kultura që ne kemi në drejtim të drejtimit mjetit. Se po ne jemi që kur jemi jashtë që ka ndodhur nga telefoni, na thuaj pak, sa raste mund të kesh patur? Dhe tani së fundmi. Ti organizë dhe publikut fillimisht për vonesën studio. Jo, nuk je vondi, ti nuk je vondi, ti je gjithmonë në kohë se gjyqet kanë më prioritet. Më pengoj komunikimin telefon që bëra duke ecën makinë me Erionin. Nuk e përdore telefon. Jo, s'ma hapte. Nuk ma hapte. Kraun i qova mesazh po vi dhe erdhe. Bravo. Vetëm okej. Nuk tha gjë. Unë jam bërë kështu sepse unë kam bërë një aksident nga përdorimi i telefonit para 12 vjetëve. Wow. Dhe kam gjetur vdekjen faktikisht klinike dhe në koma 3 muaj. Wow. Dhe kam qenë duke përdorur telefonin sepse unë vetëm përdorja telefonin duke ecur për shkak të punës. Po pas kemi bërë kastile tamam, ne? Pra, jo kastile dhe doja ta them këtë që në vërtet përdorimi i telefonit të vret. Veten ose vret tjetrin që ke përballë. Problemi është që ne na duket sikur bëjmë të fortin kur jemi në makinë. Po kështu është e vërtet. Nxjerrim telefonin. Unë kam pas raste që kam qenë pasagjer me shokët e mi dhe kam zbrit nga makina sepse në një dorë mbante telefonin, në dorën tjetër ja bënte kështu dhe me bryl mbante timonin. Timonin, atë me. Pra, është aq vdekje prurse sa që ti atë sekondin nuk e ke më sekond, po e ke minuta që ti se ke mendin fare në rrugë dhe kush ecën në rrugë që mund ta vrasësh. Pra unë mendoj që nëse ka një aksident rrugor me pasoj vdekjen dhe ti e duke përdorur telefonin ose je i dehur ose ke një shkak ka qenë tek aksidenti, e kam thënë dhe në disa studio tjera që kjo duhet të trajtohet si vrasje, jo si aksident rrugor. Pra vrasje indirekte, sepse ti mund të bësh, mund të parashikosh ardhin e pasojës. Pse nuk trajtohet si vrasje? Kjo është një vrasje. Pse nuk trajtohet si vrasje? Vrasje me vedije?